në radhë të parë të dyja këto parti duhet të tregojnë se po bëjnë diçka, sepse gjendja politike në Shqipëri është që ne po kalojmë nga një krizë në tjetrën, dhe të dyja këto parti duhet të tregojnë elektoratit të tyre, po edhe më gjerë, që po kryen në radhë të parë funksionin e tyre. Po patjetër që Partia Socialiste me mbledhjen e asamblesë i duhet të ripozicionoj pak të gjitha ata aktorë që i kanë ngelur aktor politik dhe t'i përdorë në zgjedhje, sepse shumica nga figurat e saj kryesore tashmë kanë marrë një goditje me hetimet nga ana e drejtësisë. Dhe këto goditje janë goditje si për Partinë Socialiste dhe si për qeveri, Partinë Socialiste që është në qeveri. Kështu që në këtë aspekt është edhe e pritshme dhe nuk kishte ndonjë surprizë shumë të madhe sepse ata aktorë politik kanë ngelur në një farë mënyrë. Ndërsa ripozicionim për pushtet do të thotë që Partia Socialiste ndjen se ka një kërcënim dhe unë nuk e shoh tamam që të jetë seriozisht e kërcënuar në momentin që kemi një opozitë që nuk është reformuar. Një opozitë që nuk ngjall shpresë dhe nuk e shoh si një kërcënim real. Por kemi një Parti Socialiste e cila, përgatitet për të administruar një pushtet që e ka. Dhe unë nuk e shoh që ende të jetë e kërcënuar.